Genti, ju jeni shpallur kampion, çfarë do thotë kjo për ty? Dhe mund të na shpjegosh pak më shumë lidhur me këtë eveniment? Po, është e vërtet, për herë të parë, motorsporti shqiptar përritoi rezultatin më të lartë me titullin kampion Europe në një kampionat që menaxhohet nga FIA, është praktikisht Hill Climb apo garat malore, kampionati europian qendror, pra Europës qendrore, ku unë kam marrë pjesë, kam debutuar në vitin 2023 dhe në vitin e kaluar, 2024, arrita të shpallesha kampion për Europën qendrore me këtë makinën Formula 3. Do thot shumë për mua, do thot shumë për motorsportin, dhe do thot shumë nga pikpamja e motivimit për brezat e tjerë që edhe Shqipëria ka potencial, ka dhe stofën për të qenë kampion edhe në motorsport. Gjendi, kjo është makinë e realizuar në Shqipëri? Jo, kjo është makinë e bler nga një ekip në Itali, është Formula 3, është marka Tatus, Renault, me motor 2000 cilindratë, e cila gjeneron rreth 230-240 kuaj dhe ka një peshë prej 460 kg. Para raporti peshë-fuqi është optimal. Sa e vështirë ka qenë për ty që të shpallesh e kampion dhe të garoje mes shumë pilotëve të tjerë që sigurisht kanë pasur eksperiencë dhe kanë qenë të trajnuar? Shumë e vështirë, në fakt edhe unë kam filluar shumë herët, kam filluar që 17 vjeç me kartingun, pra le të themi me abetaren e automobilizmit. Kam pasur sfida të ndryshme, sfida financiare, sfida teknike, sfida pilotimi, por fal ekipit mbështetës që kam pasur dhe që e kam, dua ta falenderoj Nacho të Racing, që më kanë dhënë garancinë teknike dhe gjithë suportin teknik. Kemi arritur ta bëjmë të mundur një ëndër që ka qenë prej kohësh e imja, po pse jo edhe motorsportit shqiptar, për të arritur një titull kampion në Europën qendrore. A mund na flisni pak më shumë për këtë aktivitet që po zhvillohet? Atëherë, ky aktivitet quhet Illyrius Night, është një le të themi një festival of speed, pra një festival shpejtësie, ku bëhet show i gjithë makinave më të bukura, më sportive shqiptare, ku edhe unë kam marrë një ftesë për të marrë pjesë dhe për të treguar dhe për t'i dhënë më shumë ngacmime entuziastëve të motorsportit shqiptar, që të kuptojnë apo që t'jenë të ndërgjegjshëm që edhe ne si Shqipëri kemi një automobilizëm të zhvilluar. Gjendi, çfarë presim nga ty në të ardhmen? Objektivat janë më se të qartë, edhe këtë vit duam të ruajmë titullin kampion, do jetë shumë e vështirë, sepse tani sfida nuk është më për të kapur titullin kampion, sfida është për ta mbrojtur titullin kampion. Fal Zotit edhe fal gjithë punës që kemi bërë me ekipin, kemi arritur të sigurojmë disa sponsor të rëndësishëm, kështu që e kemi shumë më të mundur realizimin e garave dhe pjesëmarrjen më të gjerë këtë vit, kështu që shpresojmë shumë të bëjmë rezultate shumë të mira. Gjendja, do kemi mundësi që t'i shohim pilotët e Formula 1-s në Shqipëri? Me sa kuptoj ti je brezi që ke dëgjuar Formula 1, jo Formula 1 apo Formula 1, kur jepej te kanalet e Rai. Është akoma duke u ndërtuar pista Auto Moto Park Elbasan, është në fazën 2 tani, pra është e shuar gjithë ambienti atje dhe pritet faza 2 pra të fillojë trajektoria, asfaltimi. Unë shpresoj shumë që t'jemi me afër ose më mirë t'jemi në rregull me deadline-et, nga qeveria shqiptare është thënë që do të mbarojë në vitin 2027, shpresojmë shumë të ndodhi kjo gjë, dhe unë do ta kem dhe shumë më të lehtë dhe shumë më të aksesueshme këtë sport, por jo vetëm unë, të gjithë entuziastët e motorsportit. Gjendi, shumë faleminderit për intervistën, të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit juve.